Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Tashmë jemi tek pjesa e shumë pritur, sigurisht se po diskutonin pak më parë, do të organizohet një nga eventet, për mos thënë mbase eventi më i rëndësishëm i organizuar ndonjëherë në historinë e Shqipërisë, megjithatë ngelet për të na vërtetuar i ftuar jon Klot Makashi, i cili është një organizator i vjetër, dorë vjetër organizimeve në Shqipëri, një ekspert për sa i përket kësaj fushë. Kënaqësi e madhe që ju kemi këtu. Klodian, faleminderit shumë për ardhjen, për pranimin e ftesës. Si të gjen kjo e martë mëngjesi, se ju jeni besoj më të organizuar në pjesën e dytë të ditës, jo në të parën. Faleminderit për ftesën, mirëmëngjes. E marta si çdo ditë, me ngarkesë, me maile, me punë, me gjëra që cilat duhet bërë gati. Thjesht një korektim të vogël për eventin më të madh artistik. Që është bërë ndonjëherë në Shqipëri, me siguri. Po. Po të themi eventi më i madh. Jo, artistik. E nën kuptova. Po kush është më i madh atëre? Tani me siguri politike duhet të jenë eventet më të mëdha. Po dyshoj 60.000 njerëz, kush ka pasur një event? Po ku diun me numër? Doktori kur bëri atë folkloren kishte te rrugë e Salës 400.000 njerëz. Jo, mos i bëj këto. Po mi më xha. Rrugë e Salës quhet Rrugica, është. Bën stadium o zotri, si ke rrugë e Ne Salës. sa flasim për art mos ngatrojmë politikën. Po. Vetëm të arti. Çdo, edhe pse duket sikur ardhja e Kanye West mund të ketë një lidhje me politikën. Ka apo s'ka në politikën e valla. Shiko, tani nëse më lejoni thjesht bëj ca saktësime, le të themi se un jam pjesë e projektit prej ditës parë. Okej. Që kur erdhën këto zotërinj nga Gjermania, të cilët shprehin dëshirën për të bërë për të sjellë Kanien në Shqipëri, domethënë kaq vjet që ka nisur si diskutim mes nesh për të parë mundsinë, por 3 muajt e fundit, 4 mund të them, janë ato që le të themi kemi qenë intensivisht duke u marrë me përgatitjen, se nëse do bëhej, ku do bëhej, kur do bëhej, dhe vendimet cilat nuk vareshin vetëm nga ne, ishte një gjë shumë e rëndësishme për ata, e cila lidhe me pjesën e qeverisë shqiptare, duke qenë se ai ka pasur probleme në vende të ndryshme të botës ku i kanë mohuar hyrjen, kanë anulluar vizën e kudiun, për të mos, pra ata për të qenë të sigurt që nuk do kishte ndonjë problem me hyrjen e tij në Shqipëri për të performuar, kërkuan që të kishte një lloj sigurie, të cilën neve morëm nga qeveria, dhe kjo është, le të themi, mbështetja e vetme përveç pjesës logjistikës, operacionale që qeveria shqiptare ofron për projektin. Pra ka kërkuar grupi Kanye West të vinë në Shqipëri. Po, pa diskutim, kërkuan ata, shprehin dëshirën, neve këtë e përcollëm në qeveri, më treguan gatishmërinë që patjetër pse jo, hajde ta shohim si mundësi, dhe u dha, le të themi, konfirmimi që ai mund vit performojë në Shqipëri. Bie teoria politikës pra. Po, ka kërkuar vet ata. E para dhe e dyta që dhe edhe e kërkuam vetë sepse kam dëgjuar tani në media gjithandej kanë dalë njerëz ndryshëm dhe flasin, të cilët as nuk kanë lidhje fare me projektin. Mund të kenë mendim, opinion, njerëz që janë të, le të themi, të industrisë, por që dëshira e tij për të ardhur në Shqipëri lidhet fare me faktin që aty s'kishte vend tjetër ku të performonte. Thjesht është një dëshirë e jona që vjet që nisëm me këto njerëzit që ora ata shohim si mundësi. Sa kohë ka që merrni me këtë çështje? Domethënë kur është mbyll marrëveshja? Në parim ka filluar që vjet në tetor. Okej. Dhe pasi ai bëri koncertin e Meksikës, ku aty ishte i pari që ai bëri, ku le themi rifilloi koncertet, se ka qenë një periudhë një 2 vjeçare sa më mend që s'bënte asgjë. Dhe pasi bëri Meksikën, u rindez zjarri, po themi, i këtij si artist. Dhe kapakun ja vuri pastaj koncerti që bëri në Los Angeles, në Sophie Stadium, që bëri 2 data, ku aty ishte i vuri vulën, pra që pa diskutim që ai është akoma koherent, njerëzit e duan shumë, dhe kjo ndezi akoma më shumë motorët tek ne për punën që neve xha e kishim nisur që vjet që tani hajde të merremi seriozisht ta shohim. Ka pasur ca problematika thjesht në lidhje me kohën se kur do bëhej, se në fillim ka qenë një datë për të bërë në maj, 23 maj, gjë e cila pastaj ra sepse pati probleme me koncertin në Indi, jo ky, po vetë India, se ishte koncerti për të bërë në mars në Indi, u shty koncerti i Indis për shkak të problemeve që kishin ata nga lufta e Iranit, se pati ndikim dhe ajo nafta, ku diun patën ca probleme në Indi, dhe e shtyn ata koncertin, të datën e Tiranës të supozuar ja lanë Indis. Kështu që programi është Indi Turqi, në Stamboll që është,
pastaj është në Holland dhe fillon këto problemet që kishte në Angli që refuzuan hyrjen te Wireless Festival, pastaj edhe Franca që ky vetë shtyu se patën edhe aty probleme, dhe Polonia më pas, kështu që data jon ishte për të bërë në gusht, sipas programit që ata e kishin përcaktuar, por meqense u anullua Anglia, Londra, dhe duke qenë se Italia është afër Shqipërisë, ai është në Itali më 18 korrik, ato e panë të udhës dhe logjistikisht është më bën sens që të vinte në Tiranë në 11 korrik, pra datën e Londrës ato ja dhanë Tiranës, dhe nga Tirana pastaj më pas shkojnë në Itali dhe vazhdojnë turin ku e kanë më pas duket në Madrid, po, dhe pastaj ndërkohë që ato janë duke folur dhe në vend të tjera për të parë mundësinë se por duke qenë se do të thënë ai ka ato specifikat e veta si artist dhe detyrimisht politika përfshihet, se tani për hir të së vërtetës edhe politikanët kudo në botë, duke qenë se ai është një temë shumë e nxehtë, përfshihen, kështu e shoh unë të paktën, ky është mendimi im personal, që edhe njerëz që s'kan lidhje fare me atë si artist apo mund mos kenë asnjë problem, në thonjza probleme me çfarë ai ka bërë apo diun, thjesht për faktin se ai është një temë e nxehtë, edhe kudo që del edhe çfarëdo që thotë krijon sensacion, edhe vetë politikanët tani, si thua, përfshihen në këtë si ta them, domethënë në këtë Vorbullën e madhe që të bën ata, pra të marrin dhe ata, le të themi, vëmendje nga kjo zhurmë. Pra, Kanjen nuk e solla on tha, Kanjen e gjeta midis jush. Po. Okej, për sa i përket eventit, unë me sa kuptoj janë bërë disa komponent bashkë. Para edhe problematikat që mund të ketë pas me 1, 2, 3 qytete që rëndësi ka, por edhe mbase dëshira e eksplorimit të një tregu të ri. Po, pa diskutim. Për ne është e pa precedent, mendoj, nuk është e shpesh të paktën që artistë të këtyre dimensioneve të zgjedhin Tiranën si destinacion. A mendon se është një kusht për një artist të niveleve të tyre që të ketë një numër të caktuar njerëzish brenda një koncerti, pra ndërtimi i këtij stadiumit të ri, 60.000 vendesh. Ka krijuar goxha polemika, në fakt zoti Gonxha ka dalë, ka përgënjeshtruar, ka thënë që ne nuk kemi hedhur asnjë kacide thavë për nuk do jetë, ajo do të jetë suportuar komplet nga ata. Ku qëndron e vërteta e parë punës dhe e dytë punës, pikërisht pyetja që nisa thoja, a ka një limit, një minimum njerëzish për artistë të kësaj natyre kur shkojnë në event caktuar, duhet minimumi kaq? Apo kështu na erdhi, do të thënë në Itali sa do jenë, shtetet e tjera sa janë zakonisht? Shiko, në Itali janë diku te 100 e ca mijë, 105.000, në Angli, në Holland janë 40.000, se vendi që kanë zgjedhur është më i vogël, aq mban ajo arena dhe prandaj po bëjnë dhe dy net. Përgjigjja më logjike që mund të jap është që çfarëdo lloj iniciative, kërkese, projekti duhet bëj sens logjik financiar. Pra, që do të thotë numri i pjesëmarrësve lidhet shumë me të ardhurat që projekti duhet gjeneroj. Sepse ky është një projekt, jo ky, por çdo projekt është i kushtueshëm. Stadiumi që do ndërtohet, se është domethënë është vërtet që qeveria nuk ka dhënë asnjë lek dhe s'do japi asnjë lek. Stadiumi nuk është një stadium, se kam dëgjuar atë që Era Albania ka dashur 2-3 vjet të ndërtohet këtu. Pa diskutim që po ky është një stadium që Adele ka bërë par vjet 2024 në Mini dhe ka qenë për 80.000 veta. Pra janë struktura të përkohshme layer, të cilat ndërtohen këto lloj infrastrukturash. Shakira është duke bërë aktualisht në Madrid për në shtator, ku do ketë 50.000 veta, një arenë. Pra nuk është stadium betoni. Po, nuk është me që do vite ku diun, është një stadium i cili janë të gatshëm, janë struktura të gatshme, të cilat vinë, duan një muaj kohë të montohen, pa diskutim. Janë 100 kamion me materiale që do vinë për tu montuar. I sjell vetë i sjell produksioni. Pra, ata gjermanët, të cilët janë kryesorët, të cilët janë, domethënë, përgjegjësit dhe kryesorët e projektit, janë këta dhe financuesit e gjithë projektit, të cilët parat që po investojnë do i marrin pas nga shitja e biletave, nga sponsorat, nga konsumi i bareve. Pra për ta është një investim që po e bëjnë dhe do e marrin pas. Dhe neve jemi pjesa lokale që po merremi me lejet, me gjithë pjesën organizative në Shqipëri. Ajo toka që do bëhet stadiumi për fat të mirë është tokë private, nuk është tokë shteti, është një tokë që do ndërtohet mbas 6 muajsh aty, do bëhet një kompleks
Dhe neve shfrytzuam rastin, tham okay, meqense dhe u zgjodh ai vend për faktin se Sheshi Skënderbej është i vogël. Pra, kur neve na erdhi në fillim kërkesa, ishte, pra, domethënë direkt reagimi im I parë I tyre këto në bisedat e hershme ishte që okay, e bëjmë te Sheshi Skënderbej, se është sheshi më I madh që kemi në Tiranë. Por kur na erdhi pasaj specifikat më vonë, pas një muaji, për staging, dhe stage I tij në fillim ka qenë ai I Meksikës, jo ky që bëri Globin në Los Angeles. Ishte që duhet të ishte vetëm skena, vetëm stage-i. Hapësira për stage-in duhet të ishte 50 me 70 metra. Plus ajo safe area që kanë ata, domethënë hapësira e sigurisë për fshekzjarë dhe për gjërat, dhe kur pam që ishte pamundur tek Sheshi Skënderbej gjithë kjo infrastrukturë dhe njerëzit që duhet ishin të paktën 50-60.000 veta në bazë të biletës, të çmimit të biletës që fillon nga 100 euro, në gjithë këto njerëzit herë çmimin e biletës, të ardhurat justifikojnë gjithë shpenzimet. Minimumi, po kush është maksimali atë? Projekti është diku te 10 milion euro si kosto, do të thënë 10 milion plus, aq është kosta e projektit. Dhe sipas llogarive që kanë bërë ato zotrinj, biletat që do shiten në raport me të ardhurat do e justifikojnë, do nxjerrin ato fitimin e tyre. Kështu që do toka që u zgjodh aty ishte tash rastësi për fat të mirë, që ishte disponueshme dhe ishte edhe është 3 herë më e madhe se sa Sheshi Skënderbej. Pra ishte vendi I vetëm që neve kishim afër Tiranës, që mundet njerëzit vinë edhe po themi me taksi se është shumë afër Tiranës ajo si hapësirë. Se kishim dhe mundësi tjera, po ta çuar akoma më larg, po do ishte pak problem për logjistikën, se flasim për shumë njerëz, të cilët gjithë tani po koordinojmë edhe me ministrinë, edhe me bashkinë të shohim të krijojmë mundësi të ketë linja autobusësh që t'i marrin njerëzit pa pagesë, t'i sillin pra nga qendra, nga stacionet e dikuara, t'i sillin aty, të ketë një lloj unaze, le të themi, për atë ditë, sepse janë shumë njerëz të cilët do vinë. Pra, nuk e di nëse përgjigja pyetjes për u përgjigje, po sigurisht. Dhe për pyetjen tjetër që un kisha se janë bërë diskutime për këtë pjesën që do ndërtohet ai stadiumi, a na mbetet neve apo ç'a do bëhet në vijim. Ka një diskutim që ne domethënë tani pra stadiumi në vetvete qëllimi fillestare ka thjesht për Kanye West, për koncertin. Por ne me organizatorët, me këta gjermanët, po diskutojmë kur nisi gjëja që të mbaroj ky, të iki. Pse jo mos ta mbajmë deri nga mesi shtatorit, të shohim mundësinë që edhe të tjerë artistë, edhe shqiptar lokal, apo edhe të huaj të mund ta përdorin, duke qenë se duhet një infrastrukturë e gatshme. Dhe është gjëna që të përdoret vetëm për një herë. Mund të ketë. A do të jetë ky koncert një precedent për evente të tjera të ngjashme me artistë niveleve ndërkombëtare, apo mendon se është e vështirë të organizohet kaq herët? Shiko, prap, domethënë duke menduar për logjikën financiare. Shqipëria është një vend I vogël dhe është e vështirë se është çështje numrash në fund fare. Është e vështirë që në një treg si Shqipëria me kaq banor pavarësisht dëshirës së madhe vizitorëve të ketë diçka të ngjashme në të ardhmen. Domethënë pa diskutim ky është një rast unik që Kanye West për fatin ton të mirë, duke qenë se ka patur dhe probleme me ato është artist I pavarur. Pra turin që bën dhe çfarë organizon ai vet me menaxhmentin e vet. Pra nuk bën tur siç bëjnë gjithë të tjerët tani me Live Nation apo me këta me AEG, nuk me këto kompanitë e mëdha, të cilët ato diktojnë ku shkojnë çmimin dhe çdo gjë. Pra është dhe një fat që neve kemi, që ky zotëria tani për shkak të historikut vet ishte I pavarur, është I pavarur, edhe e shikon dhe Shqipërinë si mundësi. Në rast se diskutojnë tani ku diun Drake apo Bad Bunny këto, nuk e di sa e gatshme do ishte Shqipëria për financiarisht flasë, për të përballuar këto lloj projektesh në të ardhmen mbas këtij, sepse domethënë paktën kështu e gjykoj unë që domethënë këto artistë të tjerë janë më të aksesueshëm. Pra un kam në zyrë goca të cilat do shkojnë të shohin Bad Bunny në Madrid. Domethënë artistët tradicionale themi, I ke në Itali, I ke në Madrid, më në Spanjë, I ke afër, pra shkon mund t'i prekësh, ndërsa nëse pra me pak fjalë, nëse këto artistë bëjnë tur dhe fusin dhe Shqipërinë me kosto ku diun 5-6 milionë euro, nuk e di se sa Shqipëria do mund të përballonte financiarisht, domethënë një artist I cili është në Itali apo është në Gjermani apo është në ku diun në Francë, pra Kanye West do sjellë shumë njerëz nga jashtë. Kjo është e padiskutueshme. Ja, këtë doja të pyesja. Sa mendoni se do vinë
E para nga rajoni, njerëz nga Greqia, Serbia, Kosova, Bullgaria, domethënë Ballkanat, se sa mendoni se do vinë nga Europa për ta ndjekur. Unë mendoj megjithëse në Itali ai do shkoj vetë apo jo? Po ka një, domethënë në rastin e Italisë, Italia i kanë vetëm në këmbë njerëzit. Pra është një fushë e madhe aty në Reggio Emilia ku do bëhet. Edhe ka tjetër lloj, po themi, tipologjie. Në rastin ton, duke qenë se stadiumi, se dhe kjo 60.000 është kapaciteti jo i stadiumit ulur. Pra 60.000 veta janë 65.000 në fakt, do jetë kapaciteti maksimal, dhe është një kombinim se 36.000 janë ulur në stadium, dhe 30.000 do jenë në këmbë, në fushë rreth globit që ka, përveç zonave VIP. Pra është një kapacitet i kombinuar, nuk është ulur 60.000 veta, që të jetë dhe kjo pak e qartë. Zoti Goxha ka thënë që do të jenë rreth 100.000 vizitorë dhe mbi 120 milionë euro ndikim ekonomik. Po. Do të zbërthejmë pak këtë? Këtë nuk e di. Logjikën ekonomike, dhe për këtë sinqerisht kam qenë dhe vetë kurioz në vite që si llogaritet impakti ekonomik që kanë jo thjesht këto lloj ngjarjesh artistike, por edhe të tjera sportive, ku diu në domethënë si është formula, le të themi. Po mbase mund të jetë qendrimi, hoteleria, pa diskutim. Konsumi, restorantet, ushqimi, pijet, taksit etj. Domethënë sa mund t'i kushtoj një njeriu për tej biletës së koncertit. Me shumë mundësi çdo qytetari që vjen. Pra ti thua janë 50-50, ëh? Domethënë 50% do të jenë shqiptarë që banojnë këtu dhe 50% do të jenë njerëz që vinë nga jashtë. 50, pra kur them 50%, pra le të themi 30.000 veta, fus dhe Kosovën dhe Maqedoninë. Pra në logjikën time se kjo ngelet për tu parë. Se deri tani madje i kërkova dje, i thash si janë statistikat e shtetase, pra më sipas vendodhjes origjinës së tyre, edhe po e shohin atë se janë bërë mbi 150.000 regjistrime nga dita që u shpall. Për këtë si funksionon domethënë për tu interesuar për bilet? Po, domethënë biletat fillojnë sot në orën 12, fillon pre-sale-i, parashitja e atyre që janë regjistruar. Pra, domethënë ai bëri anoncimin, njerëzit kanë hyrë tek webi i turit, janë regjistruar, pra kanë vënë emailin dhe numrin e telefonit, dhe gjithë to që janë regjistruar, u ka shkuar një email dje dhe sot që janë të parë, le të themi, që mund të blejnë biletat, pra është pre-sale-i. Dhe këta, si thua, kanë atë, janë të parët që mund të blejnë biletat dhe mund të zgjedhin vetëm të mira. Ato që janë ulur, kuptohet, se ato që janë në këmbë nuk ka çfarë zgjedh aty vetëm të mira. Ai që është në këmbë duhet vi sa më herët që të jetë sa më afër. Dhe nesër pastaj hapet për publikun e gjerë dhe kushdo që nuk është regjistruar nga nesër mund t'i blej lishëm. Glodis, na the, çmimi maksimal sa është me bileta më? Shikoj, çmimet e biletave ulur dhe në këmbë fillojnë nga 100 euro, diku te 99 euro, dhe më e shtrenjta është 320, nëse s'gaboj, euro. Sipas vendodhjes ku je. Pra këto që janë më afër stage-it, më duket se është diku te 300 euro bileta në këmbë. Plasta që janë te ajo Golden Circle. 320 maksimalja. 100 minimalja. Çmimi mesatar 250 euro. 250 euro. Çmimi mesatar. Herë 60.000, 15 milion. Do bëjnë dhe në i pje në një gjata? 15 milion. Sa merë Kania këtu? I merë 30 bëri 2 milion. Bëri 2 milion euro Kania me një 2 milion? Po, 2-3 milion euro. 5 milion s'bët fjallë. 5 milion euro. 7 ka. 7? Po. 7 ka Kania? Po. Për një koncert? Po. 7 milion euro. Rriti. Ua, kompleks pallatesh direkt. Tokën kam i tokun që... Kush është artisti më, nëse ke informacion, Klod, më i mirë paguar tani për një event, për një koncert? 7 milion euro kanë në West Ore. 7 milion euro. Kena një informacion? Besoj se Kania duhet jetë ata që paguajnë mirë. Po, pa diskutim. Në këtë moment ai është më... Shiko, ka dhe një gjë se edhe industria këto vitet e fundit ka, le themi, kanë ndryshuar disi dhe këta që janë ata A-list, kategoria e parë, le themi që ka filluar të bëhen edhe vetë promotor të projektit, pra të marrin sa më shumë para. Si menaxhon një kompani, po i marrin gjitha vetë. Domethënë kanë marrëveshje, po themi me Live Nation, ku përcaktojnë turin e tyre, pra dikur promotorat lokal, siç janë këto në Gjermani apo siç jemi ne në Shqipëri, domethënë merrnin artistin, çmimin X dhe kishin ata për detyrë ta paguanin, ta promovonin eventin, të organizonin dhe merrin edhe riskun përsipër, pra të ardhurat, fitimin apo edhe humbjen.
me kalimin e viteve industria ka parë që t'ja heqi, le të themi, këtë lloj ekskluziviteti promotorave, sepse janë shumë para në lojë. Ata që vërtet mendojnë se i kanë të shitura biletat, pra që janë të suksesshëm pa diskutim, pra nuk diskutohet a do shiten apo jo biletat. Dhe ka shumë artistë të tillë, Coldplay, Metallica që janë tani në Athinë, Beyoncé, Celine Dion, Shakira. Kështu që këto njerëz bën marrëveshje me Live Nationin, se po e përmend shpesh Live Nationin, të cilët janë promotorat kryesorë në botë sepse kanë pronësinë ose menaxhimin e disa vendeve. Pra është një marrëveshje le të themi e mbyllur. Dhe aty të ardhurat nuk janë thjesht më pagesa e artistit që merr. Po marrim shembull tani Beyoncé kur bën një tur dhe madje këto mund të shikoni se dalin, apo Taylor Swift, del që Taylor Swift bëri turin dhe gjeneroi ku diun 2 miliard dollar të ardhura. Dhe këtu artistja kthehet në vet promotore të projektit të saj, të turit apo të koncerteve, nën kontrakton kompani për të bërë pjesën teknike, paguan sallën, domethënë në fund gjithë parat, pasi kanë paguar çdo gjë, i ngelen artistit apo menaxhmentit. Pra ka ndryshuar deri diku industria dhe çfarë po ndodh tani këto vitet e fundit dhe kështu ka për të shkuar. Dhe këtë e bëri Adele për të parë, nuk e di nëse është për të parë, mos jem gabim, po ajo ishte më e madhja që u bë, ku këta morën logjikën e Las Vegasit, që kanë rezidenca, pa një artist ka një marrëveshje dhe rinë në Las Vegas ku diun 2 vjet, këndon 3 vjet dhe nuk shkon asnjë kundi tjetër. Dhe Adele bëri këtë gjë në Muni par vjet në 2024, ku ndërtuan atë vendin e madh për 80.000 veta, bën 10 data, 10 koncerte, të cilat ishin gjitha sold out dhe krijoi një Adele World, e quajtën ata, domethënë vendin ku gjithë Europa, gjithë bota për të parë Adele do duhet të shkonte në Muni. Dhe pra krijoi rezidencë dhe kishte 10 fundjava në periudhën e korrigushtit, sukses i jashtëzakonshëm dhe të ardhura financiare të jashtëzakonshme për atë edhe për vendin. Në këtë logjik tani po e bëjnë tash në Madrid, po e bën Shakira, e bëri Celine Dion në Paris, që ka tani datat e bëri Bad Bunny në Puerto Rico. Po, a mund të bënim diçka tillë në Shqipëri? Këtu doja të dilja që, domethënë, nëse do kishte një interes për Shqipërinë dhe këtu edhe shteti pastaj mund të përfshihej, edhe financiarisht, pra edhe për të investuar, sepse shpesh këtë debatin ose të diskutimi që bëhet që jo po se parat e taksapaguesve e shteti kështu, dhe në logjikën time, domethënë pa paragjykuar është që shteti ka për detyrë parat që arkëton të investojë në mënyrë më të mirë të mundshme. Pra, siç investon parat për të bërë një rrugë, ku ka një studim, ka një logjik financiare nga pas, që kështu është dhe të investojë për ndërtuar infrastrukturën apo edhe të organizojë një koncert, në thonjza, sepse ky investim i kthehet pas. Është një industri si çdo industri. Është industri, domethënë, dhe ne do të ikim nga ky paragjykimi që ke parasysh që ja tani se shteti po jep Klodit këto parat edhe ky tani do marrë lekët, nuk funksionon ashtu. Po më va siç është me sportin, siç është me industritë të tjera që ti investon. Pikërisht, dhe kjo gjëja duke e parë, domethënë, unë çfarë do sugjeroja dhe këtë po përpiqem të diskutojmë me miqt, është që nëse do kishte interes për Shqipërinë për të bërë pjesë e tureve, nuk e shikoj më shumë për të bërë pjesë e tureve, po për rezidencë. Po për të krijuar infrastrukturën e nevojshme në një vend në Tiranë diku që të mund të priste të tilla projekte të mëdha, sepse do ishte, domethënë, okay, është një gjë shumë e madhe, po thjesht mendo tani për një moment sikur vërtet Shakira apo ku diun Celine Dion po themi, të kishte rezidencën ekskluzive në Europë, në Shqipëri, nuk po them Tiranë apo diku. Më duket pak utopike, por nuk është e paarritshme, sepse në fund është thjesht çështje financiare, është biznes. Nëse ideja është pse duhet të zgjidhte po themi Tiranën në vend të një qyteti tjetër europian, mbase mund t'i ofrojmë diçka më shumë. Mund t'i ulim kostot, mund të bëjmë financiarisht më atraktive për ta. Kjo është çështje llogarish, është biznes fundis, ban llogari. Ju kujtoni që Malizi ka pritur Madonën para ca vitesh, shumë vite përpara. Dhe u bë, domethënë, qeveria malazeze atëherë në Budva, në Jazz Beach u bë ajo. Pra morën, erdhi Madonna, ku diun Lenny Kravitz, Rolling Stone dhe kanë qenë projekte të financuara nga qeveria me qëllim të qartë për të promovuar Malin e Zi për turizëm. Patjetër. Dhe vërtet kjo gjë i ndihmoi Malin e Zi që të hynte në, më ka thënë një miku im në Amerikë para shumë vitesh që amerikanët
kur diskutonim, ai ishte pjesë e industrisë në Amerikë dhe thoshte amerikanët zbuluan Kroacinë që ekzistonte domethënë, ku shkoi për pushime Jay-Z dhe Beyoncé para ku diun 10-15 vjeç nuk e di. Pra, ku shkoi Jay-Z dhe Beyoncé në Kroaci diku për pushime dhe këto bëhen lajme kudo në showbizin e tyre. Amerikanët mësuan për Kroacinë që ekzistonte. Pra, na kanë zbuluar tani se Melania ngeli këtu. Melania këtu se tani na njohin gjithë Albania. Nëse unë uroj vërtet që të arrim, më duket shumë interesante, Klot nuk e din nëse ka diçka që do doje ta shtoj, se kohë është e limituar, nuk e din nëse do doje të prekë diçka që nuk të pyetëm. Jo, thjesht që kush është gjithë interesuarit të hyjnë te webi, të regjistrohen sot, sa kanë akoma mundësi, se nga nesër, se në orën 12 fillon preseli dhe pastaj nga nesër blejnë bileta ato që do arrin të blejnë, se thash interesi është shumë i lartë dhe çmimet prapë edhe për Shqipërinë nuk janë aq ekstra ordinary. Një bateri iPhone është, ju po blini iPhone-et e fundit tani. Klot, ne të falenderojmë shumë dhe të urojmë shumë suksese në punën tënde. Uroj që vërtet të krijoni diçka dhe t'ia dilni në këtë aspekt, sepse Shqipëria i ka sy, shpirt dhe zemër, i ka të gjitha të turizmi, kështu që besoj se mund të jetë një mekanizëm shumë i mirë përveç turizmit historik, kulturor, natyror edhe dentar. Të kemi dhe atë artistik.